إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Falenderimet takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet me të drejtë pos Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selamet të shumë të dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Xhamatlit të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Të jetojmë me devotshmëri në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të mos pranojmë të vdesim ndryshe përveç si musliman, si thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju besimtar, keni frikë Allahun azza wa jalla me një frikë të vërtetë dhe mos vdesni ndryshe përveç si musliman. Xhamatlit të nderuar, Allah subhanahu wa ta'ala e krijoi njeriu në atë formë që ana e brendshme e tij dhe jashtme është e lidhur ngushtë njëra me tjetrën. Pra zemra e njeriu është e lidhur fort me gjymtyrët e jashtme. Pra gjymtyrët janë ato të cilat ndikojnë shumë në zemrën e njeriu. Për këtë arsye, një nga të parët tonë të mirë thot, merr një shembull, thot shembulli i zemrës është shembulli i një shtëpie që ka 6 dyrë. Dhe i thuhet njeriu ki kujdes se kush hin nga këto 6 dyrë, se ndodh që të hin dikush dhe ta prish shtëpinë tone. Thot te këto dyrë të zemrës, thot janë shikimi, dëgjimi, gjuha, nuhatja, durt dhe komt. Kështu që ruje veten tone dhe zemrën tone nga këto dyrë. Pra e ruan duke i rujt këto dyrë, se kush dhe çka hin. Një nga këto dyrë janë durët tona. Atëherë të kemi kujdes se çka bëjmë dhe çka veprojmë, sepse kjo do t'i kushtoj zemrës tonë, jetës tonë dhe ahiretit tonë. Ti ai, o vllai dashun, që me dorën tone krijon drynin ose qelsin e xhenetit. Ti ai, që me dorën tone krijon qelsin e xhenetit, ose të kundërtën, krijon drynin që kimi aqit kësaj dere e nuk i me mujt me hinë në xhenet. Ti ai i cili me durët e tua e marrën dhe e kjep veshjen tonë të mendofshin xhenet, ose Allahu na rujt, e marrën veshjen tonë prej zjarrit. Bile durët janë fillimi dhe ajo nisma e gjitha gjymtyrëve tjera. Edhe për gjymtyrët e tjera, sepse ti me dorën tonë e ushqen veten tonë, nga cilat marrin forcë, fuqit ose gjymtyrë tjera për të vepruar dhe për të punuar. Ti pra me dorën tonë e ushqen veten tonë. Ti ai, po ky ushqim mund të jetë halal apo haram. Ti ai që me dorën tonë veshësh, mirë pa e veshje mund të jetë halal ose haram. Ti ai i cili mbasesh me dorën tonë dhe es pastaj atje ku ti e ki synim dhe ku dëshiron destinacionin që ti don, mirë pa i mund tjetë halal ose haram. Atëherë, nga kjo njëri e sheh që çdo gjë që punon në jetën e tij, çdo vepër që e bën e mirë apo e keqe, dora jote
është pjesë e saj. Kështu që njeriu jetë i kujdesshëm. Pra dora jote do të punon ashtu kështu, ti ke me vepru. Mirë po më pyetja është, a do të vepron drejt dhe sakt e mirë, apo do të vepron keq? Kështu që durët në mënyrë përgjithshme pra mund të ndohen në durë të mira, durë të mbara, durë të bekume, durë të ngritura të larta, dhe durë të ulta, durë të fliquna. E nga këto që na do t'i përmendim disa prej këtyre durëve, të cilat janë të bekume, durë të cilat veprojnë vepra të mira, mbjellin gjëra të mira, të hajrit, dhe e njohin Allahun dhe rrugën për në xhenet. Prej këtyre durëve është ajo dorë e cila mbjell hajër për muslimanët, mbjell hajër për njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka musliman besimtar që mbjell një mbjellje ose një fidan, e nga ai ushqihen, han njerëzit, apo edhe vjedhet, pra me merret pa të drejtë, han kofsht, han shpest, vetëse kjo do t'i shënohet sadaka. Pra çdo gjë që hahet sot është sadaka. Ma ukile minhu fa huwa sadaqa. Çdo gjë që hahet prej saj është sadaka. Wa ma suriqa fa huwa sadaqa. Ajo që vjedhet është sadaka. Ajo që vazhdon hadithi që hahen shpest, që hahen komplet gjithçka është sadaka. Dhe çdo gjë të hajrit dhe të mirë nga cila përfitojnë njerëzit prej dorës tone, ajo do të jetë sadaka për ty. Dhe kjo është dorë e bekume. Gjithashtu, ajo dorë e cila punon me fitu halal, me fitu riskun halal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçu atë dorë e cila punon dhe fiton. Njeriu mund të ushqet halal edhe me gjëra tjera të cilat nuk janë nga dora e tij. Dhurat, trashëgimi, gjëra ndryshme. Por pejgamberi sa më thotë, ajo që është më e mira për njeriu është ajo që ka fitu me dorën e tij. E pastaj ato që njëri e shpenzon edhe për anëtarët e familjes, sot edhe për ato që ushqen me dorën e tij, bashortën e tij, është sadaka për të. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdru atë dorë e cila dhuron fshehtas. Saqë kur njeriu jep me dorën e tij të djathtë, as dora e majt nuk e din se çka jep e djathta. Kuptimin që e fsheh sadakon e tij. Njerëzit e tillë do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën e gjykimit. Pra arrin këtë pozitë njeriu me dorën e tij. Me këtë dorë të bekume. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për gratë dhe tregon se cilat nga gratë janë prej banorëve të xhenetit, përmendet është ajo gru, e cila është e dashur për burrin e saj, e cila lind shumë fëmijë. Dhe e cila kur zemrohet, për në sjellje jo të mirë ashta prej burrit, kur zemrohet, shkon dhe vendos dorën e saj mbi dorën e burrit dhe thot, nuk më zën gjumi, nuk munda me mbyll syt me flet, derisa ti jesh i kënaqur me mua. Kjo dorë pra që e vendos, pra ajo gru që vendos dorën e saj mbi dorën e burrit të saj, dhe kërkon që ai të jetë i kënaqur me ta, është nga banorët e xhenetit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndër durë që ka përmend se do të janë të mira dhe ka shpërblim për to, është dora e cila largon pengesë nga rruga. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam pa një burr në xhenet i cili ka largu një pengesë nga rruga që ka pengu njerëzit. Me dorën e tij thot ka largu pengesë nga rruga dhe me të ka fitu xhenetin. Gjithashtu ajo dorë e hajrit, ajo dorë e mbarë që shkruan gjëra të mira, gjëra nga cilat përfitojnë njerëzit, qof libra ose gjëra tjera. Ku jem të librat, është një fjalë që thuhet se libri është fëmiu i autorit që nuk vdes kurrë. Fëmijët vdesin. Mirë po libri i tij nuk vdes kurrë. Për ata,
Sot edhe poeti, ose është një poezi arabe ku thot: "Wa ma min katibin illa sayabla wa yubqi ad-dahru", thot nuk ka autor veç ai do të vdes, wa yubqi ad-dahru ma katabat yadahu, por koha do ta kursej ato që kanë shkruar durët e tij. Autori do të vdes, por ajo që është shkruar me dorë, ajo do të mbetet dhe vazhdon e thot: "Fala taktub yadaka kitab sharrin", atëherë ki kujdes që dora jote mos shkruaj diçka sherr, një libër të keqe, një gjatë të keqe, yesu'uka fil qiyamati ma tarahu, në ditën e kiametit ajo do të zgjenjen ose do të ndihesh keq kur të shesh çka ka shkruar dora jote. Tu flitet për libra, për punime të mëdha, mirë, po sot ka mundësia gjithkujt të shkruaj. Me këto mjetet në rrjetet sociale, në telefona, në gjona tjera, ki kujdes se çka shkruan. Ajo do të mbetet. Nëse është diçka e hajrit, ai do të jetë sikur ai fëmia jot i pavdekshëm që sot përfitoj njerëz prej saj ti do të kesh dobi. Po Allah na rujt edhe kundërta. Dhe prej durve tjera që përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose ku njeriu me dorën e tij fiton shpërblime, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur muslimani e takon muslimanin dhe jap selam, e përshëndet me dorën e tij, do të binë, thot, gjunohet e tyre, pra që të dyve, ashtu sikur që binë gjethet nga drunjt. Kështu që kemi kujdes që dur tona, pra, të shfrytëzojmë në punë të harit dhe të mira, të veprojmë bëjmë mirë me to, e truhemi nga gjanat e këqija, të cilat pra do të na sillin pasoja këtë jetë dhe në botën tjetër. Elus Allahun subhanahu wa taala na fal gabimet dhe lëshimet tona. Elus Allahun azza wa jall të na udhëzon në rrugën e drejtë, në ato fjalë, në ato punë dhe vepra me të cilat ai është i kënaqur. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala gjithherë. Selavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton. Xhamatlit të nderuam, tham fillim se çu ka dur të marra dhe të mira të bekume, ka dhe dur të këqija, ka dhe dur të ulta. Për këtyre durve, si shembull, është ajo dorë me cilën njeriu ja merr vetes jetën e tij, që bën vetvrasje. Aja është ajo dorë e cila me cilën i bëhet zullum duke shku diçka për tjetrin, duke hin hak tjetrit. Ajo dorë, si shembull, po e marrim që shkruan atë marrëveshjen e kontratën e komotës, e interesit, e fajdes, jo ai që hanë, ai që e merr, po e ka mallku Allah azza wa jall edhe dëshmitarin e asaj kontrate dhe ai që nënshkruan atë. Gjithashtu, kur jemi atje te alkooli, Allah subhanahu wa taala e ka mallku. Hadithin profetik, atë i cili e shtrydh, atë i cili e bart, atë që e shet, atë që e servon dhe ofron, e kështu me radhë, atë që e pin, këto bëhen me dorë të njerëzve, me durë të njerëzve. Gjithashtu, i ka mallku Allah subhanahu wa taala ato durë të grave të cilat i ngjesin parukat, të cilët i nukin vetlat e grave, që bojnë tatuazhe njerëzit, krejt këto janë të mallkume. Atëherë truhemi dhe të kemi kujdes. Truhemi nga gjanat e dyta, ku që shtash në fillim, të kemi kujdes, vend se ta marrojmë qelsin e xhenetit, që bojmë vetit drynin për me hyrë në xhenet dhe të mbesëm në zjarr. Ose nga ata që vetë petkun tuan, vend se ta marrojmë për veti një petk, që është pejmendofshi, që nga për banorët e xhenetit të përgatitun, nga ata të cilët, domethënë, e përgatisin petkun e tij nga zjarri. Të kemi kujdes. Dhe për fund, përmenim ajetin kuranor, ku Allah subhanahu wa taala i lavdron durët e besimtarëve, të cilët ja dhan besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Allah subhanahu wa taala: Innal ladhina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim. Thot Allah subhanahu wa taala, ata të cilët ta japin besën ty, pra në Hudejbije, ata të cilët ta japin besën ty o Muhammed,
ata në realitet ja kanë jap besën Allahut subhanahu wa taala, yedullahi fawqa aydihim, dora e Allahut është mbi durët e tyre. Nëse na nuk e patu mundësinë me prek dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë duhet jemi në besën e tij, që t'jetoj me sunetin e tij. Ata ja dhanë pejgamberit alayhis salam besën që jetun me islam, jetun për Allahun, dhe ja dhanë besën me vdek për Allahun, na t'jemi ata që t'jemi besën Allah subhanahu wa taala, të jetojmë në fenë e Allahut, të jetojmë për fenë e Allahut azza wa jall, dhe të vdesim me islam dhe për islam. Elusë Allah subhanahu wa taala që të na udhëzon në rrugën e drejtë, t'jap dritë zemrës tonë dhe gjymtyrëve tona, të na bën prej atyre të cilët vërtet e fitojnë mëshirën e Allahut azza wa jall për ta fituar xhenetin dhe kënaqësinë e tij në botën tjetër. Allah na ruaj nga dënimi i varrit e dënimi i zjarrit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.